Ndryshe. Se ti ke qenë po mirë tani të fles sa ja afjeti ai? Afjeti I muj Binçëm. Po që mi për mirë, tani unë I bëra një pyetje që se na u zhvesh dhe ky djali këtu. Po zhvesh edhe unë. Vabe më dha. Të dy. Po ti zhvishu sketi. Po si nuk më ngroh autori që të zhvish. Zhvishu. Atëre, Paloma këtu Paloma vjen aty. Jo, më shmerit me ty po. Tani unë dua të di Monikën mes, ju lutem. Tani unë dua të di vetëm një gjë. Skuqe. Po tani, po shiko tani skuqja. Erdhi. Po gjithë ky ndriçimi I bukur, ne diun se e ke bërë të radio. Tani gjës do kishe, gjës ti do kishe një ti ke qenë. Re dashuri me një atje djalë, ai thotë do flem të dy, do flini të dy. Ti mendoj që s'do bëj seks? Unë do bëja, po ta doja? Si po ta doja, po për çfarë? Absolutisht. Po si po ta doja ajo mbledhje në ajo do, po dhe ajo do. Por ama nëse do ta doja këtë gjë do ta mbroja dhe jashtë. Jo të bëja një gjë siç thoni ju. Unë se besoj, po ne ju të fare nga tema, I këtë fare. Të lutem. Jo siç thoni ju bën seks ose dashuri, ta quaj më bukur dashuri se ata janë të dy janë. Mirë, nejse. Dhe pastaj të dali dhe të bëj këto ulëritmat që pastaj për zotin më ka dhënë akse këto kohë të fundit. Po ti pikërisht Monika se më zgjonjeve. Jam të 13-50 vjeç edhe jam. Jo, më fal. Ne të dyja hiç. Kujdes me ferme as kemi shpresë Elona Dura. Këto 50 vjeçarët që kanë rrezik. Po jo më 50 vjeç po flakëroke më ke. Ne ham dhe gjestin me. I do vetëm kockat. Ne të dyja kockat të reja, po themi asnjë gjë. Mos e kanë traditë shqiptarët këtë punë, mendsh na I gjeti. Wow. Monika, ti ta kuptosh, ai reagim aq I ashpër I saj është pikërisht për këtë. Mua pëlqen logjika e Arit. Sigurisht më pëlqen si konceptim. Ti reagon më shumë se ajo prandaj ka dalë nga vetja se është kjo kontradikta. More çfarë do luan ai natën I bën gjë ditën thotë jo unë nuk të dua. Po pëlqen me flet me ty. Ai e thot troç me flet me ty. Po edhe mua më pëlqen të flej me ty dhe po ndërroj me ty. Por Monika Lubonja. Pse I thoshte o vlla nuk kom bo seks, jom nervos. Për lojë. Çfarë loja? Po ja, edhe ta edicioni I shkuar, edhe Meritoni dhe Ilnisa betoheshin që asgjë kishte ndodhur. Ja, me Meritoni ta kocka ç'është nga ato si këto. Po ti fërku. Tani lejeni këtu Meritoni dhe Ilnisa, mos ai fusi këtu. Se Ilnisa nuk ke gjatë. Ilnisa se mjeshtra të lojës. Po jo nuk janë një lojë, jo nuk janë një lojë. Nuk kam se gënjejnë tani. Jo, nuk ka të bëj, nuk ka të bëj gënjesha, nuk janë një lojë. Mos është gënjeshtër, o vllai, na çmenët. Unë kam qenë me vet, ashti nga se gjithë secili flet nga këpucët e veta. Për mua nëse ti flen me një femër krevat, nëse nuk flen me të, do të thotë që diçka nuk shkon më me ty, o me atë, nuk e di. Ti s'ke bën një gjë Ari ke Big Brother jot. Po të them pra unë atëherë kur kam qenë unë ishte Republika, që si lete me flet me yke dhoma. Edhe unë thash do rrife me këtë kur ty. Unë Republika ditën që hyra unë doli ajo. Hyri dhe Luana hapi pishinën, unë dru komplet Bigu atëherë dhe ke dhoma. Po prapse ishim të tjerë. Ore, a kuptoti si ka evolu Bigu? Atëherë maksimumi ç'a thoja unë u bona portokalli me një plasi bytha banale aty tashti ka plas ka shpërthyr. Po tamam ashtu po ju them. Kam një pyetje, kemi edhe sa minuta kemi skarto? Edhe 2, 3. 3 minuta. Kur shef Big Brotherin, ç'a ndjen? Po them si publik ti Ari, se ti ç'a ndjen? Ç'a mendon? Ndjej kështu. Puçkuriza. Se kisha parë vesh lëshuar ndonjëherë. Plasa vab, isha du lutem. Ore, ke thënë ndonjëherë, po unë pse shoh këtë program? Unë e shoh, është shumë interesant këtu. Unë e shoh për Ledionit për vetë, edhe për Arbrit. Edhe unë. Për zotin këto dy me këto dy spektakli garantuar dhe kjo është vërtet kjo. Jo, sigurisht kjo s'ka të bëj me si më thënë me oportunizëm, me të thellë thash, është vetëm e vërtetë. Ai sinqeriteti artistik që kanë të dy. Bravo. Edhe unë ato adhuroj. Dhe ato më thonë sa që quhen si gjëra si më thënë të pazakonta që gjë e pazakont vetë fjala flet pra që nuk është e zakonshme, për të mos i thënë asnjë. Pra për mua ka lezet.
Po, jo, ma janë më të vërtetit. Kanë kemi me atë që program. do e bënim pyetjen e parë dhe që se kemi bërë akoma, marrëdhënia e Laertit dhe Gjestit ka shpërthyer Rjeci me është futur feja tani religioni. Për Eglin, pra po del për Eglin. Feja është diçka personale dhe çdo kush lidhja që kemi ne çdo kush nga ne personale me Zotin është e jona personale. Laerti dhe Gjesti kanë folur për Gjesti kanë pasur se ke mendin akoma ke dysheku. Po mi më lere aty të ndronaj. Nuk ka gjuhë, ka evolusheri, unë më ka evolusheri. Shikon, ne duhet është pak delikate tema. Është pak delikate. Mos e përmendi fare. Ky rasti që nuk duhet përmendur sepse njeriu e gjykon sipas ndjesisë. Po, ndjesit dhe absolutisht Zoti ka dhe keq kuptim, ka dhe keq kuptim. Do flisnim për keq kuptimin, pra Laerti e keq kuptoi atë çka tha Gjerti dhe e vuri në konotacion tjetër. Për shpesh herë keq kuptohen me vetdashje në Big Brother. Nuk dua të bëj analizë se kanë, por nuk dua ta lej. Jo do të bëj asnjë analizën sepse mund të do ta lej dhe nuk keq interpretohet edhe në rrjet pastaj. Prit se duhet të përmendim vetë se kujtoj se anashkalojmë bisedën se kemi frikë se ne që mendojmë për Laertin në këtë rast do dukemi sikur ne e tham po shfaqsojmë Laertin në këtë rast për ta konkretizuar edhe një herë. Çdo kush fen e ka personale, lidhjen marrëdhënien me Zotin e ka personale. Le ta gjykojmë dhe respektin e kemi për të gjithë betohet për diçka ose bën një veprim të tillë. Në një vend me kaq harmoni fetare nuk do guxoni se tash janë edhe terma të cilat duhet jemi të kujdesshëm dhe duhet kemi shumë të kujdesshëm informacion. Pra do ta mbyllim duke thënë që siç e la Ari. Njerëzit janë mjaftueshëm të zgjuar për ta kuptuar që ato thjesht frytëzojnë. Jo, doja të thoja që Laerti dhe Gjesti zihen sipas teje sepse Gjesti është në flet në emër të Eglit. Patjetër, ai thjesht po bën lojën e po luan Eglin, ka vesh rrobat e Eglit dhe po lufton. Një sekond, kemi kohë sepse do të pyes për që ka thënë Gjesti një fjalë shumë interesante, 10 sekonda. Ka thënë që o njerëz mos bëni shkollë, ja ku jam unë, pa shkollë. Do flasim orën e dytë. Jo, po, për shkollën në orën e dytë jemi ne deri në fund. Deri në fund. E gjysmë. Seriozisht e ke? Po. Po, pra, më fal. Pse do kjo mbyllë? Mbyllë orën e parë.